Përshëndetje miq të Citizens. Faleminderit që na ndiqni në podcastin e përmuajshëm. Flasim sot për dokumentarin Tirana Vertikale, një dokumentar i cili sjell zhvillimet e ndërtimeve në kryeqytet, një fenomen të cilin ne kemi trajtuar prej vitesh në Citizens dhe e kemi transmetuar me një qasje tepër kritike. E gjithë puna jon e përmbledhur në vite është transmetuar dhe është dhënë këtë muaj në prill në kinema për gjithë njerëzit që kanë pasur mundësi që të vinë ta shikojnë dokumentarin Tirana Vertikale. Për gjithë ata që nuk kanë pasur mundësi ta shikojnë, mund ta ndjekin në këtë diskutim me shpresën se do të lindi një dëshirë për ta parë dokumentarin, të cilin e gjeni në YouTube. Kam sot të ftuar grupin e punës i cili ka punuar për dokumentarin, dy gazetarët Erblin Bukaj dhe Erisa Kureziu, dhe gjithashtu Xhemali Mokun, drejtuesin e fotografisë dhe përgjegjësin për pamjen vizuale të materialit. Nëse nga gjithë mirë se u bashkuat, ne jemi gjatë gjithë kohës bashkë, por ndajmë këto 30 minuta për të folur më shumë për dokumentarin. Atëherë, Erisa, si lindi ideja për ta raportuar problematikën e bumit të ndërtimeve në këtë formë? Çka do të thotë, gjatë dokumentarit kemi parë që qyteti është i ndarë në dy boshte kryesore, në qendrën dhe në bulevardin, dhe është rrëfyer nëpërmjet 3 ekspertëve. Pse kjo zgjedhje? Ti e përmendën fakt që prej fillimit të lirë që ne kemi raportuar prej disa kohësh, prej vitesh tani më për Tiranën, për qytetin, për mënyrën se si po ndërton, ndaj gjithë këtë punë që ne pasqyruar përmes këtij dokumentari të shkurtër, në fakt ishte vimësi e punës sonë graduale vit pas viti. Ne kemi nisur fillimisht me Citizens Urban Story, ku kemi trokitur edhe kemi takuar persona që kanë vila të vjetra, shtëpitë e tyre karakteristike të Tiranës së vjetër, edhe kemi dokumentuar karakteristikat e vilave të vjetra dhe po ashtu mënyrën se si ky qytet po ndryshon ditë pas dite. Ashtu sikurse jemi përqendruar edhe tek plani urbanistik i Tiranës me Tirana 2031, ku prej para 3 vitesh po themi, kemi parë se në çdo drejtim ka ikur ky plan urbanistik, ku kemi bërë artikuj dhe kemi ndjekur zona të cilat kanë qenë në proces ndërtimi sipër, si kombinati, 5 Maj, që ka pasur edhe konflikte sociale, dhe vendosëm që është mirë që gjithë këtë punë që ne kemi bërë ndër vite, tani më ta kemi të pasqyruar dhe të përmbledhur, por edhe të dokumentuar për ata që do të i shtohen qytetit në të ardhmen, për ata që janë duke jetuar qytetin, por edhe për ata që janë kritik edhe nuk janë dakord me mënyrën se si po zhvillohet qyteti. Ne po ashtu kemi edhe një rubrikë që është Tirana Vertikale, prej nga marrë edhe titullin dokumentari, ku çdo ndërtim i ri që po kryhet, ne i kalojmë në një lloj lupe se kush po ndërton, si po ndërtohet, cilat janë hapësirat që po zihen, sa prej këtyre ndërtimeve dhe hapësirave publike janë duke ju dhënë publikut realisht, për çfarë përfitojmë ne si qytetar. Vendosëm që më së shumti kësaj rade t'i kushtojmë një rëndësi anës vizuale, për edhe po ashtu me ndihmën e Xhemaliut për t'i treguar dhe për t'i dokumentuar atyre që do vim pas, si ka qenë qyteti, cili është qyteti që po jetojmë edhe ku po shkojmë me këtë qytet. Prandaj dokumentari është i darë në 3 faza: qyteti që na u premtua, ai i cili po jetojmë tani më, dhe qyteti që pritet të bëhet. E gjitha kjo parë dhe duke ndjekur planin urbanistik të Tiranës të miratuar në vitin 2017. Ajo çfarë kemi vënë re është fakti që edhe pse u premtua një Tiranë policentrike, me shumë pole të ndërtuara me hapësira të gjelbra, me hapësira për këmbësorët, me hapësira për ciklistët, me linja blu të gjelbra, sot edhe pse jemi 9 vite pothuajse pas miratimit të këtij plani, në fakt nuk kemi asnjë prej këtyre projekteve strategjike të zbatuara ashtu sikurse u miratua fillimisht. Kemi vendosur ta përcjellim përmes 3 ekspertëve. Në këtë rast kishin Dorianën Psajn, Ervin Gocin edhe profesorin Beun, për shkak sepse ne mendojmë që në gjithë këto vite që kemi raportuar, kemi qenë zëri i qytetarëve, i banorëve, i komuniteteve që kanë pasur një lloj konflikti social, ekonomik edhe politik në zonat ku është ndërtuar edhe ku ka pasur shpeshherë proteste, dhe kush na ka ndjekur prej fillimit dhe deri tani e dim se çfarë raportojmë ne edhe kujt ja drejtojmë kamerën edhe mikrofonin. Në këtë rast donim të bënim edhe një lloj analize më profesionale dhe duke ftuar pikërisht 3 profesionistë për të parë një qasje, qoftë nga aspekti urbanistik, arkitekturor, qoftë nga aspekti i hapësirës publike, qoftë edhe nga aspekti antropologjik se si ka ndërtuar qyteti dhe mënyrës se si funksionon pushteti politik kundrejt asaj ekonomike dhe arkitekturor, dhe vendosëm që të kishim një qasje më kritike që pasqyronte në një lloj forme edhe gjithë qasjen që Citizens ka pasur prej vitesh tani më në mënyrën se si raporton qytetin.
Sot jemi dhe në mungesë të producentit të dokumentarit, gjithashtu edhe drejtorit e Citizens Lorinin, dhe për ta përshtatur pak pyetjen që do të kisha faktikisht për atë, ndoshta mund ta diskutojmë edhe së bashku Erblin, ai që ky dokumentar një qasje editoriale e redaksisë dhe për të ndalur pak tek ndërtimet, do në dy pika të shkurtra nëse mund ma përmbledhësh, gjejmë gjithkohës njerëz që thonë që nuk ka më hapësira publike pasi po ndërtohet kudo. A është dokumentari një pasqyrim i rasteve më flagrante të ndërtimit në Tiranë? Po nis nga Pjesa e para, domethënë ne ku po diskutonim boshtin e dokumentarit, domethënë kishen të ndarë me këndvështrime ndryshme, fillimisht do përcjellnim me gjitha aspektet në sensin me qoftë balancë që donim të banim dhe si do ishin kritika që mund ta priste këtë dokumentar, këtë produkt. Dhe duke diskutuar, mbaj mend që secili nga ne ishte deri diku dakord ke fakti që nuk ka pse ne të jemi në thonjza të balancuar të kjo pjesë, neutral, nëse e quajmë të kështu, kur ne kemi një historik të punëve që kemi marrë përsipër për ta treguar këtë realitet, dhe nëse e vëmë në paralele, kritika sot e përgjithshme ndaj këtij modeli zhvillimi ka shumë vështirësi për të qenë në media tradicionale, në opinionin publik, për të nxjerrë pra dhe për të diskutuar, aq më shumë që nuk kanë fytyra, nuk kanë zë dhe përgjithsisht janë thjesht statuse ose ndonjë artikull i personave që flasin për këtë pjesë, dhe për këtë unë përfitoj nga rasti dhe ti vlerësoj dhe ti përshëndes tre pedagogët që janë përfshirë në këtë dokumentar, duke vendosur pra fytyrat e tyre, zëret e tyre, përvojat e tyre, por edhe ekspertizën e tyre për të thënë ato që mendoj që shumica e qytetarëve të Tiranës e ndjejnë në përditshmërinë e tyre. Se flasin për të flasin, por që nuk mund të kenë mbase atë lloj analize që tre ati niveli akademik. E përcjellin secili me fushën e tyre që e kanë ekspertizë. Por në përgjithësi, për të ardhur tek pjesa e publikës, ne kemi vënë re që në këto 10 vite, pra ndryshe nga plani i përgjithshëm vendor që pra do kishte hapësira publike, do kishte më shumë gjelbërim, ne kemi vënë re që këto hapësira janë të kurrë, dhe paralelisht me Dorin që e përcjell shumë mirë në dokumentar, hasim dhe kaloj të paktën 3 projekte që janë me partneritet publik-privat në zhvillimin e poshtit të bulevardit, duke shkuar pra nga stazlumi, te teatri, tek qendra, që pak a shumë me këtë version zhvillimi është shoqëruar nga qeveria, por për te dokumentarit ne kemi raportuar dhe zhvillimet e fundit që ka marrë një trajt po ashtu të ngjashme pra me zhvillimin në partneritet me publikun, me privatin pra nga qeveria, duke i kufizuar dhe më tej hapësirat publike, pasi tani po hidhen në treg pronat shtetërore për t'i zhvilluar me privatin, dhe shumica e tyre kanë qenë vetëm me projekte kullash. Dhe në fund pra përgjigjja e kësaj pyetje është që kufizohen dhe po vazhdohet të kufizohen hapësirat publike, dhe qytetari do jetë ai që do jetë në trysninë e kësaj gjëje gjithmonë më shumë. Më i penalizuar. Paktën kjo është prirja. Edhe siç e tham, këto mund të jenë edhe rastet më flagrante, duke nisur që nga stadiumi teatri. Sepse ato janë edhe veprat më të mëdha publike që janë bërë. Ne kemi piramidën që e shoqëron dhe Dori dhe flet shumë më hapur, që pati protesta dikur për ta mbrojtur, sepse një forcë politike donte ta shemte tërësisht. Dhe në momentin ku forca tjetër politike mori pushtetin, në vend që ta rikthente në diskutim për mënyrën se si do zhvillohej kjo gjë, anashkaloi fare publikun dhe ka një diskutim në se si po përdoret kjo hapësirë publike. Duke shëmbruar Po një hapësirë gjysmë private, edhe me kafene. Po, edhe me kafene. Dhe gjithashtu një objekt që edhe nuk ka një hapësirë për treguar historinë që mbarte, po fiks. Që duhet ta themi. Xhemali, shumë njerëz kanë qenë të impresionuar nga pjesa vizuale e dokumentarit, ka pas shumë komente edhe në sallë, në kinema pasi u dha materiali. Do të flisim pak si të ka ndihmuar Tirana si qytet për ta sjellë pjesën vizuale. Për shembull, nëse dalim konkretisht tek balkoni i zyrës sonë, ne shikojmë se ka shumë shtrezime, shka të thotë janë vilet e vjetra, janë pallatet e vitit 2000, janë kullat e reja. Për ty kjo pjesë kaotike të ka ndihmuar apo të ka bërë më të vështirë për ta transmetuar, si thua, dramën që po përjeton kryeqyteti? Si lindi ideja që për ta transmetuar gjithë? Fillimisht në biseda që patëm
me Lorinin që shiko duhet bëjmë një dokumentar të kësaj natyre. Vështirësia e parë ishte që ti duhet të ulje poshtë imazhin e propagandës që ishte transmetuar me gjithë to kullat bukura, turizëm, edhe ta transmetojën gjithë këtë gjë tani në favorin tonë. Në dokumentar Të linjës. të linjës Editoriale që ne po mbajmë. që po banim neve. Dhe në shumë herë, në shumë raste, domethënë, unë kam pas dhe mundësi të flas me njerëz që e kanë parë dokumentarin, është janë midis të asaj që thonë janë planet shumë të bukura, po dhe midis asaj që shiko se ka disa plane që me vërtet ne i kemi përdorur si metafora në dokumentare për të bërë krahasimet midis njerëzve dhe kullave, domethënë relacioni që jemi munduar ta shfaqim. Ideja principi kryesor që kishim për dokumentarin ishte që neve të krijonin një relacion midis shtresave, siç e përmendë ti, midis intimes dhe publikes. Dhe duke vizualizuar këtë gjë, ku kishte më mirë se sa në një skenografi shumë të thjeshtë në këtë studio ku ndodhemi neve, thjesht të hapnin dritaren edhe tregonin që relacioni jon midis një intime dhe publikës është gjithmonë i pranishëm në jetën tonë. Kur në publike ne e vëzhgojmë, mund ta kritikojmë, mund ta gjykojmë, por në intime ajo bëhet pa dashur pjesë e përditshmërisë tonë pa kuptuar. Është gjithmonë ajo, ti e shikon nga balkoni i shtëpisë tënde dhe shikon akullën si një gjë superiore ndaj banesës që ti ke. Do të thonë, pavarësisht se ti mund të jesh ku dëgjon në katrin e 5 apo 6 të një pallati të vjetër, ndoshta në Tiranë, ti ndihesh inferior ndaj asaj të kullës. Pjesa tjetër e anës vizuale në dokumentar jam munduar ta konceptoj të tillë që në shumë plane në dokumentar njerëzit janë pothuajse të sfumuar, janë njerëzit largohen, ecin edhe nuk kanë një relacion. Pra, njerëzit gjithmonë sfumohen dhe po kulla ndërtimi qëndron gjithmonë aty. Është edhe një pjesë që personazhet, 3 personazhe që janë pjesë kryesore e dokumentarit, në disa raste kanë mendoj se mund të jetë përdor plani hero që duken pak disa herë duken shumë të lartësuar, disa herë shumë të vegjël para kullave. Po, është mënyra se si e konceptuam në dokumentarin ishte që ne donim të xhironim në studio dhe të xhironim përsëri në terren, por që ta bënim këtë gjë më të dukshme dhe më të kuptueshme për audiencën, janë përdorur këto plane për të krijuar një relacion të tillë që edhe pse personazhi po ecën në bulevard, gjithmonë në background dhe jetë një kull. Dhe gjithmonë ai plani hero është ai plani që na ndihmon që ta vendosim në kompozim kullën brenda, duhet një personazh dhe kullën brenda një kompozimi. Ka qenë vështirësi kryesore, mund të themi? Po, këto ka qenë vështirësi. Patjetër. Si ndihesh që je tani përpara kamerave, se përgjithsisht brenda kamerave dhe tash gjysmë atyre gjërave që do thoja i kam harruar, po s'ka problem. Besoj se është shumë e rëndësishme gjithmonë pjesa vizuale për të transmetuar mesazhin edhe do të përmësi, se ne kam pyetje pak më vonë, muzika se e thanë edhe te psalla. Po tani për ta shpërnda pak bisedën edhe për të folur pak për kritikat dhe reagimet që patën në sallë pas transmetimit të dokumentarit. Kishte disa njerëz që përgjithsisht pëlqyer materiali, kishte edhe të tjerë që kishin pyetje dhe kritika. Një nga pjesëmarrësit e ri tha se pse në dokumentar nuk ka ekspert të ligjit apo të ekonomisë, për t'i dhënë një qasje më të përthelluar. Si i përgjigjesh? Së pari, pa kaluar ndër të pyetja, mendoj që për ne ishte shumë arritje që kishim pjesëmarrës të shumt, dhe salla ishte plot, mirë po përposa asaj ajo çfarë bëra re ishte që nga ana e pjesëmarrësve nuk kishim të njëjtit dashamirës të punës sonë që na ndjekin, na shkruajnë apo janë edhe aktivistë, por kishim edhe profesionistë të fushës që ishin arkitekt, pedagog të fushës së arkitekturës dhe po ashtu urbanistë apo njerëz të angazhuar edhe në kompanitë të ndërtimit, por edhe të zbatimit të projekteve në qytet. Kështu që e pritshme ishte që të kishim edhe diskutim, por edhe të kishim edhe pyetje, po ashtu sikurse edhe pak kënaqësi.
që ndoshta mund të vinë edhe përmes, po që janë konstruktive. Ndihmojnë përmirësim. Ne në fakt që për fillimit kemi vendosur që të kemi këtë qasje dhe arsyeja pse nuk e kemi zgjeruar më tej për të folur për aspektin ekonomik, për aspektin ligjor, se është një temë që sigurisht që ka hapësirë pafund për të folur në të gjitha fushat edhe dimensionet përpos këtyre dhe asaj sociale. Megjithatë, ne vendosëm që të vim fillimisht me këtë për treguar një lloj pasqyrimi dhe për të vendosur këtë gurin e parë që për të raportuar mirë për qytetin, edhe për të raportuar përpos aspektit figurativ dhe narracionit, por edhe në mënyrë kritike. Ndaj fillimisht vendosëm që me aq informacion sa kemi për shkak të punës tonë të raportojmë në këtë formë, pra një lloj pasqyrimi dhe dokumentimi se ku jemi deri tani me qytetin. Kjo padyshim, ashtu sikurse e tham edhe aty, ka nevojë për një ndjekje të mëtejshme, ka nevojë për një ndjekje të mëtejshme në aspektin e kush po i ndërton këto kulla, sa po shpenzohet për këto kulla dhe kush po i banon këto kulla, pasi shumë prej tyre janë edhe bosh, në shtëpi apo hyrje ndërtesa janë edhe bosh. Patjetër ka qasje për t'u parë në aspektin juridik edhe të së drejtës, në mënyrën se si merren vendimet, qoftë nga lart, por edhe nga mënyra se si komunikojnë vetë studiot, qoftë në mënyrën arkitekturore dhe të studiove të brendshme të arkitektëve shqiptarë dhe atyre të jashtëm, duke qenë se shumica e këtyre projekteve vijnë si projektim nga jashtë dhe këtu në Shqipëri bëhet vetëm zbatimi, ashtu sikurse ka vend për t'u parë edhe në aspektin e hapësirës publike. Ne po flasim për një qytet që po ndërtohet vrullshëm, për një qytet që po ndërtohet për miliona njerëz në aspektin e densitetit, mirëpo është një qytet që po ndërtohet në të njëjtat rrugë që ne kemi pasur për vitin 2000 edhe më herët. Ato pak sipërfaqe të gjelbra apo hapësira publike, sikurse tani më i quajnë, duke qenë se sipërfaqja e gjelbër në planin urbanistik të Tiranës nuk ekziston më edhe si koncept. Ato pak hapësira tani më janë zvogluar për shkak të këtyre ndërtimeve dhe po flasim për një qytet që në vitet tani më edhe jo më tutje, nuk i përket jo vetëm të rinjve, jo vetëm fëmijëve, nuk i përket as të moshuarve, as brezave të tjerë, por as një individi apo qytetari që ka vendosur të jetojë në një Tiranë edhe të zhvillohet jo vetëm profesionalisht, por edhe si individ. Kështu që patjetër që dimensionet janë shumë gjëra, por ky është vetëm fillimi edhe ne kemi dëshirën edhe po ashtu vullnetin për ta vijuar edhe më tej për tu thelluar në tematika më të tjera. Mund të kishte një formë për të realizuar produktin, ne vendosëm që ta transmetojmë në këtë formë. Patjetër. Si ku pak edhe Erisa Erblin, një ndër gazetarët i cili ishte në South Vincent Van Gerwen Oy, u shpreh se pse nuk i keni thënë emrat. Çfarë ju ka turur? Se madje ishte edhe i revoltuar. Po, me të drejtë shumë njerëz që shkojnë shumë Ka nevojë për emër materiale video, se nuk i vendosni emrin dhe pse nuk vendosni gishtin. Shikon, rrath parë Vincenti ka i kontribut shumë të mirë edhe të gjatë, pikërisht me këtë lloj tematike. Është ndër themeluesit e Exil Pikal, edhe si holandez shumë kush mund ta konsideronte, nuk e di kontekstin e Shqipërisë, pa ai e di shumë mirë kontekstin e Shqipërisë. Dhe kjo për të justifikuar pse kishte atë revolt tek pyetja, sepse është ndër ata që e ka vojtur dhe pasojat duke folur për problematikën. Pas kërcënime, ka pas kërcënime, përplasje, dhe ashtu sikurse edhe ne e diskutuam aty në sallë, problemi nuk është se ne a kemi apo s'kemi ne mundësi t'i përmendim emrat e kompanive ose sipërmarrësve, ata që vendosen dhe thuan që janë oligarkët pas këtyre zhvillimeve. Ne kemi patur raportime të vazhdueshme pra edhe në web edhe në versione tjera, mënyrën se si kemi nxjerrë dhe ekspozuar me shkeljet që ata kanë marrë përsipër të ndërtojnë. Kastrapin ne kishim rastin më të fundit që ka zhvilluar paktën 6 kulla me pa leje në nisjen e punimeve. Po ashtu kemi përmendur pasere kompani Fusha, kemi folë dhe kemi analizuar mënyrën se si janë zhvilluar projekte tjera si tek parku i liçenit, duke zgjeruar dhe duke treguar për influencët që ka dhe kompani pra si Man. Por gjithsesi gjitha materialet që janë në web janë ndërlidhura me emrin e kompanisë dhe personin që po ndërton. Pra synimi jon nuk është e para të gjëmojmë dhe të bëjmë një gjuhëti shtrigash në sensin që me nxjerr dikë aty dhe pra nuk po gjëmojmë emrat. Ne po luftojmë mënyrën e zhvillimit, politikën e zhvillimit. Dhe ky dokumentar ishte me synimin për të qenë sa më i thjeshtë, dhe sidomos për ata që mund të jetë të huaj, që kërkojnë një sintetizim shumë të fortë dhe shumë të përmbledhur, të asaj që ka ndodhur në 10 vitet e fundit, edhe të përcjellet sa më mirë me anën e imazhit, sepse po të shkosh sot
të bësh search në botën online, edhe sidomos në YouTube, për shembull, platformat e rrjeteve sociale, dominojnë ana propagandistike e këtyre projekteve dhe edhe në sallë ku shfaq pra dokumentari kishte këtë që ku vjen një vizitor manitet nga aspekti arkitektonik i këtyre zhvillimeve të reja që po bëhen dhe këto janë Ramo, Tirana, ka ndryshuar. Këto komentet e Po, këto po bëhen rreth një qendre dhe ne paktën ne kishim dhe këtu si diskutim që Tirana si Dubai o sa bukur kështu, po ku vjen si vizitor ti nuk e njeh realitetin aty, e ke maksimumi 2-3 ditë që mund të rish dhe pas kësaj ti largohesh. po. Por realiteti është krejt tjetër dhe sigurisht ndikush tek salla, mos gabojmë, drejtuesi një nga IPPN-s, po bëri një krahasim shumë gjetur, mendoj që nuk ka vend për shumë larg të shkosh nga qendra deri tek Lana dhe kur çdo turist mban hunët balon aty për të kuptuar që ti ke këto kulla shumë të larta, po ndërkohë nuk e zgjidhur problemin kryesor që është trajtimi i ujërave të zeza që vazhdon të erdhen lirisht mes një Po thënë qasi nuk e di që ujërat e lumit Po. kish janë ujëra kanalizimesh. Po, dhe për ironitë faktit, ai që projektoi deri diku urbanizimin e Tiranës që në vitet 30, pra një nga Gerardo Pozio, ishte me idenë që ta merrte Lanën dhe është ndryshuar pra shtrati i Lanës dhe ta kthente Tiranën me një qytet si europian, me këtë simbolika që çdo qytet europian ka një lum që i shkon përmes. Po. Dhe ku ai mendonte këtë gjë, nuk e mendonte të ishte një kanal shëtitës. Tani përpara se të drejtoj pyetjen në herë më pas do ma përcjellsh pak muzikën. Po, Që i bëhet pyetjen herë, ju është kam pas lajmit. Muku, ke përdorur një muzikë që e kanë komentuar edhe njerëzit që ishin pjesë e sallës dhe thanë që pse kjo muzikë kur realisht në të vërtetë ka disa materiale që ti me anë të muzikës i bën më dramatike, por ndërkohë këto materiale si kishat nevojshme thanë sepse drama ndihet nga ne për ditë. Pse e zgjodhe këtë pjesë? Shiko, fillimisht mbas një lufte të gjatë me Florinin që çfarë muzikë duhet t'i vendosim në dokumentarin. I thash dhe thjesht një përgjigje të shkurtër, thash të vendosim këtë muzikë sepse kjo muzika më frymëzon nga betonierët. Nga zhurma. Nga zhurma e betonierë, pra ai baselini që dëgjojmë aty, ajo kërcitja e zhurmave aty është një reflektim që unë e pata nga gjithë betonierët që dëgjoja në rrugë. Pra, çdo element që është përdorur në dokumentar është një input që unë e kam marrë nga jeta e përditshme, pra duke filluar që nga kjo që njerëzit i sfilmojnë, muzika, planet e dronit që unë i vendos në të njëjtën mënyrë dhe pothuajse në të njëjtin kënd siç është bërë propaganda e bashkisë. Edhe jam munduar të kem këtë konceptin me veten që ka propagandë, ka dhe antipropagandë. Kështu që si da luftoj unë këtë gjë, se sido që ta filmoj unë këtë, për një sy të tretë kjo do dalë diçka e bukur vizuale. Dhe cilat mund të jenë elemente që unë t'ja tregoj që shiko, kjo më vërtet mund të jetë një e bukur për ty që kalon 2-3 ditë në Tiranë, në anën estetike. Po, por ne që e kemi të përditshme këtë gjë. Pra gjithë këto inpute më bën të kuptoja që dokumentari duhet ndërtuar në një mënyrë të tillë që dhe ai person që jeton në Shqipëri që s'ka ardhur kurrë në Tiranë ta kuptojë çfarë po ndodh në këtë shtresë të bulevardit. Por dhe ai që ecën për ditë në midis këtij bulevardit të ngrej kokën edhe të fillojë të shikojë çfarë rrethohet. Ishte edhe pamje e zgjatur e qytetit në fund, që ishte disa minuta, që mendoj se ishte edhe një zgjidhje për të reflektuar më shumë për materialin që pam, ose Zgjidhja si që i dhamë ne në fund të dokumentarit ishte, shiko, gjithë ky dokumentar mund të ishte edhe një kronik 3 minuta. Më kishte marrë 3 intervista, më kishte marrë një citat edhe kjo të ishte një kronik. Elementet që ne përdorëm ishin elementet e kinemas, kinematografia shumë e bukur, për të ndërtuar një historie e cila do i shërbente një narrativë në fund. Por ne çfarë vendosim? Vendosim që narrativën në fund mos ta tregojmë neve. Thjesht ja lëm me gjithë to inpute që kishim marrë dhe gjithë to produkte që kishim prodhuar tani, ne në fund të dokumentarit vendosim që gjithë mesazhin le ta përcjelli vetë audienca. Pra, ne mos t'ia japim më përgjigjen e dokumentarit që drejt. Është një reflektim i tyre që ata vlerësojnë që kjo është arkitektura që ato duan dhe përfaqësohet, le të ndjehen ashtu, nëse kjo është arkitektura që silli një revoltë në të kundërt. Le të ashtu. Në ato plane ne jemi munduar të kuptojmë relacionin midis bulevardit ku fillon dhe ku mbaron në planin final të dokumentarit, pra që është një
bulevard shumë i ndriçuar që të çon midis një errësire shumë të madhe. Gjithashtu ti shikon këto kulla ndërtesat që dritat e atyre janë pothuajse të fikura. Boshatisja të godina. Deri në 95% të këtyre dritave janë të Godina fantastik. kujt i shërbej. Ndërkohë që gjithë qyteti lëviz vlon, këto kullat janë fantazën në gjithë qeravët. Tani jemi tek rubrika ime preferuar, komentet tek rrjetet sociale dhe shumë shkurtimisht një kundërpërgjigje për komentin që kanë dhënë. Dokumentari është shumë si profesor. Shumë faleminderit për komentin. Shiko, ajo që unë pash tek komentet në YouTube përgjithsisht ishte që kishte dinamika nga më të ndryshme. Kishte nga ata që e pëlqenin, nga ata që e shanin, nga ata që e kritikonin, bazuar në gjëra që mua më duket më normale për të pranuar, sigurisht se komentet janë subjektive. Si profesor tani nuk di të them, sepse ne aty kishim përmes fakteve, duke sjell planin urbanistik, duke sjell premtimet, çfarë ishte premtuar dhe çfarë realisht nuk është bërë, dhe këtë pra një lloj ballafaqimi. Nga ana e ekspertëve patjetër që edhe qasja e tyre është subjektive, por është subjektive bazuar në disa të dhëna, në disa fakte, në disa studime dhe mënyrën se si ata patjetër e jetojnë dhe e shohin në qytet. Si profesor nuk është. Megjithatë, ai si profesor nuk është, megjithatë është shumë mirë pritur për komente dhe fakti që është parë edhe është parë me detaj sa për dal komente për ne është pozitive. Do vijojmë ta fillojmë me ndjekjet e tjera, që se sot që ne e votuam dokumentarin rastisi që qeveria kishte një fushat propagandistike për të mbrojtur ndërtuesit. Dhe si thua, mendoj që mund të ketë reflektuar edhe ajo periudhë të këta që komentojnë, pra narrativa e qeverisë ishte që këta ndërtues kanë parat, sepse po mbronte idenë që këta nuk janë ata që pastrojnë paratë e pista. Po thua që janë patronazhistët që kanë komentuar. Po ne mund të janë dhe ata, nuk është e ta kalojmë dhe me të qeshur, por realiteti ky është, mjafton ti të bësh një kritikë caktuar dhe të dalin me 10 profile false. Ne jemi të hapur si patronazhistë, si për kritikë mirëfill, si çdo person. Mjafton të komentojnë sidoqoftë opinionin e tyre. Ne punën prapë po e vazhdojmë, nuk është për ne fakti që kanë nxitur debate dhe diskutim është hapi i parë, kështu që pastaj veprimi mbetet te qytetarët në mënyrën se si ata zgjedhin ata. E bën me qëllim që të mbetet i pavdekshëm, referohet kryeministrit për gjurmën që po lën kryeqytet. Ja. Ka që një koment. Është interesante, domethënë kjo është konteksti që ne në jargon, si thosh, e themi në përditshmëri dhe ku po bënim këtë diskutimin këtu po më vite ndërmend që së fundmi në New York është një debat shumë i madh lidhur me një ndërtesë shumë të madhe që i ka zënë pamjen në Empire State Building, një nga ndërtesave më emblematike të New Yorkut, dhe publiku e ka marrë shumë për tërë, saqë po bëjnë gara kush t'ia vërë nofkën më të rëndë godinës, dhe një nga nofkat është Middle Finger Tower. Por për ta bërë një paralele, aktualisht për shembull një hapësirë ngjashme është nuk ka kështu një hapësirë ngjashme. Godina skulptur aty ku shumica e popullsisë edhe qytetarëve thonë është vetë koka e kryeministrit, edhe pse vetë arkitekti thotë që është një interpretim i heroit ton kombëtar Gjeshkasiro Skënderbeu, por publiku kështu e percepton. Dhe në këtë mënyrë i vjen asaj idesë që kjo politikë në jargonin popullor, kjo politikë e drejtuar nga kryeministri po synon që të lërë gjurmën e tij personale pra në aspektin popullor. Mbetet të parë nëse është e vërtetë. Heqë si të bëjnë fakte. Ka atë dëshirën për të qenë. Në fakt edhe më fal se po ndërhyj, po në momentin që ne morëm për të analizuar në mënyrën se si është ndërtuar vetëm bulevardin dhe më pas të zgjerohemi, ishte edhe për të sjellë para publikut për mënyrën se si udhëhiqet edhe format e pushtetit. Pra, kur një pushtet i caktuar përmes arkitekturës tregon edhe mënyrën se si ka ushtruar forcën e tij, dhe profesori Biu e shpjegon mjaft mirë që tani më kemi këtë pushtetin ku është orientuar edhe drejt ndërtuesit, edhe ai sjell një projekt sipas dëshirës së vet të drejtuesit në pushtet, edhe që implementohet pa marrë parasysh, po themi, rolin e arkitektëve apo urbanistëve apo të tjerë shtresave që janë të angazhuar në këtë. Kështu që është edhe një lloj mënyre se si ne udhëhiqemi, është një lloj mënyre se si është dhe funksionon pushteti këtë vend. Kështu që po që për të ashtu këtë që për të ardhur keq faktikisht po jo rastësisht, po qëllimisht po vendosen vetëm arkitekt huaj për të vendosur gjurmët e tyre, ndërkohë që arkitektët kjo varet se ka për shembull në aspektin e arkitektit
thu ke fatin që të vi një arkitekt i huaj dhe t'japi atë kontributin e tij, pra i shton vlerë gjës, ti nuk mund ta marrësh vetëm në anën negative. Mënyra se si implementohet është gjëja që është si playground. Por edhe ka qenë gjithmonë kjo ide që gjithmonë të huaj të bëjnë më mirë, duke më mirë, ti vjen nga një periudhë se ka rolin e një ekspert në këtë pjesë. Ti vjen nga një periudhë arkitektë dhe këtu në fakt është dakord, po ti vjen nga një periudhë ku maksimumi i kadrave në lartësi ishte 5-6 kadre ose 15 kadre që dikushën, prandaj ishte simbol sepse ishte lartësia më e madhe që ishte zhvilluar atëherë. Okej, kishte një sistem të tillë. Kjo është dikura ju se Po, në vërtet. fakti që ti nuk e ke përvojën, fakti që ti nuk e ke përvojën për struktura shumë të larta, ta bën që ti thjesht disim me një anë. Por unë them që në 10 vite të mbetesh ende tek arkitektëria huaj, këtu pastaj është Ka një problem. është politika që është kthyer në mekanizëm, që ushqen një Ka studentë shumë mirë që dalin çdo vit në arkitektura dhe urbanistika dhe nuk besoj se ka njerëz që kanë dhënë studentë që marrin për 100 milionë euro, 200 milionë euro. Patjetër, po këto studentë tashmë janë bërë ekspertë sepse kjo ka vite që po ndodh, kanë qenë jashtë për kontribut. Gjithsesi, kemi një kompliment pa lidhje me temën për produksionin e videos është shumë i lartë, kush janë editorët? Ja. Dora vetë. E bëjmë. Ajo në kat të teatrit çfarë do bëhet? Pyetje, me këtu. Kemi edhe aty Dorin që nga që ishin vetë edhe përfshirë, edhe flet me shumë emocione mendoj. Edhe dhem shumë në sensin me atë dinamik që pasoi pra teatri kombëtar, të shohësh tani që po bëhet një 34 kaç aty dhe gropa që është bërë aty aq e madhe. Qytetarët i mbrojnë fakti që është e rrethuar dhe nuk e shohin se çfarë po bëhet. Por dal nga dal do i dali. Kushdo që ka komentuar atë do e shohin një 34 kaç aty dhe hije gjithatë. Patjetër pse tha që nuk do gjetë dhe jetë hapësirë për qytetarët, ka nis besoj ndërtimi nuk është i dukshëm, dhe është vetëm në grova. Për momentin sepse ka shumë kadre në tokë që do bëj parkingjet, kështu që. Okej. Shkoni dhe prishni New Yorkun, Frankfurtin, Parisin, Moskën, s'ka qenë Tirana më mirë më parë. Shqyqyr që u ndërtuan ato kulla që si sëmojnë qytetin se ka qenë Kandahar. Sa të komentet e lexoj gjithandej që kështu është dhe New Yorku, kështu janë dhe qytetet më të zhvilluara, por unë Si pëlqejnë kullat? Unë nuk mendoj që është ndërtuar ndonjë kull mes Parisit, duke prishur gjithë qytetin e vjetër apo zonën historike të tij, edhe kur është ndërtuar në zona të tjera duke e ruajtur. Ka të tjerë që diskutojnë më mirë se ne çfarë zone historike kemi pasur. Okej, atë që kemi pasur, kemi pasur. Kemi pasur pjesën e qendrës, pjesën e pazarit të ri, që deri diku është ruajtur kështu ndonjë ishull mjaft i vogël në tërësinë e saj, por shumica janë prishur për një sërë arsye. Ne kemi sqaruar edhe te Citizens Urban Stories kur kemi tek Mila dhe kemi analizuar çfarë i çon ato drejt prishjes. Kështu që në këtë pikë nuk mendoj se është ideja që pse po ndërtohet. Patjetër që ne nuk kemi as redaktiv, po as banor të qytetit të Tiranës kundër ndërtimit apo kundër zhvillimit në tërësi. Por ama gjithë kjo mënyrë se si po ndërtohet dhe mënyrë se si po zhvillohet qyteti, të transparent, të jetë i hapur me publikun, të jetë gjithë përfshirës, edhe ne të mos ngrihemi në mëngjes edhe të shohim një tjetër kull nga balkoni, ndërkohë që nuk dim fare se çfarë po ndodh me qytetin ton. Ndaj në këtë pikë, domethënë këtë komentin nuk është fare relevant për mënyrën e kësaj. Aq më tepër që plani urbanistik i Tiranës ka qenë për një Tiranë policentrike, me 6 pole të tjera të ndërtuara përtej qendrës, që në fakt nuk është arritur deri më tani, që supozohet që ta shfrynte këtë bumin drejt qendrës. Dhe mënyra se si është ndërtuar është se je fiks në qendër të qytetit, në zonën më kryesore, duke sjellë edhe lëvizjen e qytetarëve, duke dyndur aty dhe duke bërë të pamundur edhe gjithë të mënyrës se si funksionon pastaj trafiku, qarkullimi, etj. Nuk qëndrojnë ato dhe vetëm me diçka, për shembull, shumica qyteteve europiane, sidomos luftën e dytë botërore u sheshuan. Dhe me rindërtimin që bën ata çfarë bën, e ruajtën atë zonë të vjetër. I rindërtuan godinat dhe të qytetet kryesore kanë ende vende ku ti sheh arkitekturën e vjetër. Ndërkohë ti ke këtu pushtetin që të relativizon një godinë që është publike, pra teatrin kombëtar. Çfarë si bëjnë asaj? Populit, u bën gjithë qytetarët u bën ekspert në këtë drejtim që thonë nuk jo vlen 5 lekë, le ta shembin. Pra ky është diskutimi këtu. Nuk kemi kundër kullave në tërësi, a kupton? Mund të bëhen ndërtime moderne aq më mirë kudo, po pse të mbi vendoset pra një kull 34 kaçe me teatrin kombëtar aty dhe të bëjnë bashkë të dy ndërtesa, duke shënë një godinë 100 vjeçare. Procesin si ka qenë konkurrencë. Në këtë
komenti thjesht kujtohet citati në profesorin e Piut që thotë Tirana mund të ishte thotë një qytet eksperimental, por jo një qytet i pushtuar. Kjo mendoj se vetëm ky citati na thotë gjitha përgjigjet për këtë. Për këtë moment, po. Përfshish gjitha projektet në një diskutim të vetëm është gabim. Disa ndërhyrje janë padyshim të gabuara, por jo të gjitha mund të futen në të njëjtin thes. Për shembull, të thuash që ndërhyrja te piramida ka fshirë historinë nuk ka shumë kuptim pasi vetë struktura vazhdon të jetë ende aty. Është interpretim gjithsesi, sepse ti që ku e bën projektin për ta shkallmuar dhe hap në mes e prish godinën, s'ke asnjë vend që evokon pra ish mauzoleun e diktatorit. Çfarë do të Plus që unë si ish studenti i inxhinierisë e prisja që një qendër inovacioni, ku prisja kompanina jashtë që të ofronin trajnime ose të ofronin eksperienca për minimalisht për studentët e inxhinierisë. Dhe nuk e ke qenë. Dhe po të gjej aty dyqane që shesin lotra dhe që ai ka qenë një godinë e kohës komunizmit. I vetmi simbol i komunizmit aty është ai ylli i tavanit që ka ngel. Asgjë tjetër. Nuk ka qenë Edhe nuk ka një historik, pra ti kupton që nuk ka një kujdes edhe godina, që ti po shkon aty dhe çfarë ka qenë më përpara. Është komplete, jo se tani si është, nuk është bukur, hapësirë etj. Megjithatë, nuk gjithë procesi si ka ardhur edhe këtu ka qenë transparent. Edhe kemi folur shpesh që mungon një hapësirë që nëse një vizitor shkon edhe të dëgjojë historinë e strukturës, nuk ekziston një ambient i tillë ende, me shpresën se do bëhet. Po le të shikojmë. Dokumentari është transmetuar edhe për universitete dhe studentë të ndryshëm, të cilët e kanë parë dhe kanë dhënë përshtypjet e tyre. Është dhënë për Universitetin Polis, Epoka, një ditë tjetër tek qendra tek bunkeri është bërë një bashkëbisedim po me ekspertë dhe është ka pasur që të flitet rreth këtij materiali. Duke qenë se keni qenë pjesë e këtyre bisedave, si ju është duk reagimi i studentëve? Mendon se ka pasur mundësi që ato të reflektojnë për zgjedhjet që të bëjnë në një të ardhmen shumë të afërt pasi dalin nga bankës? Dhe si ka qenë përshtypja e parë? Ka qenë shumë e mirë fakti që ne kemi pasur hapësirën edhe kontaktin me studentët, edhe kjo na bën neve që të mos jemi kjo media tipike, ashtu sikur se kemi dashur për fillimin, që mos jemi kjo media tipike që bëjmë materialet dhe i hedhin për publikun, por edhe të diskutojmë, të ngrejmë narrativa kritike, diskutimi për gjitha këto, edhe auditorët e universiteteve janë ambienti më i mirë për të folur. Ne fillimisht e kemi shfaqur me studentë të Epokës, dhe më pas tek Polisi, dhe më pas tek qendra Bunkerit që kanë qenë profesionistë ndryshëm edhe aty, edhe qasja në fakt ka qenë ndryshme. Ka pasur studentë të cilët kanë pasur të qasjen kritike në aspektin që kanë përqafuar zhvillimin edhe mënyrën se si është ndërtuar, ndoshta edhe për të rinj kur shohin që një për shembull stadiumi, duke qenë se është lënë atë far feje, po themi, i degraduar, pa investime për një kohë të gjatë, dhe ti e shikon aty si një gangren të qytetit. Edhe fakti që është sjell tani në këtë formë, edhe është një ambient që mbledh të rinj, patjetër sigurisht që në funksionin parësor të tij që është stadiumi në këtë pikë, por për kafe dhe për atraksione të tjera, domethënë fakti që mendoj është edhe një lloj politike që ti lëj këto objekte deri në moment të fundit që ti të arrish edhe të kesh një urrëtie për vetë faktin pse është në atë gjendje, dhe në momentin që këto zhvillohen përpos heqës dorë nga gjitha diskutimet e tjera, kur ti e sjell në një formë të tillë, ajo bëhet e duhur. Diskutimet kanë qenë të ndryshme, ashtu sikurse ka pasur edhe studentë që janë ndjer paktën në të ardhmen përgjegjës për rëndësinë që kanë si profesionistë të rinj në fushën që janë, sepse do kontribuojnë në të ardhmen për mënyrën se si do të shihet edhe do të jetohet qyteti, jo vetëm për tyre, por edhe për atyre të tjerëve që do të vinë, edhe qyteti po ashtu do të hapi tyre sikurse ka bërë ndër vite. Por ne është e rëndësishme sepse kësaj duke pasur këtë lloj komunikimi, jemi pranë edhe ekspertëve, edhe profesorëve, pra botës akademike, edhe të rinjve, edhe studentëve, edhe për ne si gazetarë është shumë mirë se jo vetëm që japim qasjen tonë për mënyrë se si kemi raportuar, por edhe marrim feedback, krijojmë kontakte dhe këtë networking që na duhet për qytetin e përkatshëm të gjithëve, edhe kësaj edhe bashkëpunimi duhet jetë i të gjithëve. Për ta mbyllur, kam një pyetje të fundit ku mund ta shfrytëzoni aftësinë për të dhënë edhe një koment. Si ndjeni për kontributin që keni dhënë me këtij materiali? A mendoni se puna si gazetar qëndron vetëm në raportim, apo dëshironi që me këtë materiali të kenë mundësi dhe audienca të marrë një moment reflektimi, apo ndoshta edhe përmbledhja e gjithë punës përcjell një lloj revolte, ndoshta jo të konkretizuar fizikisht, po në mënyrën se si ne mendojmë, se si ne votojmë, se si e mbështesim
qeverisjen që kemi në këtë momente, do të thënë si shikoni kontributin që keni dhënë me anë të kësaj pune dhe si do të jetë vjeshmëria në raportim, duke qenë se ne gjë parë që kemi në dorë është raportimi, më pas vjen procesi i absorbimit materialit. Që në marrë shkas nga diskutimi i fundit që kishte tek Keri, edhe ekspertët që ishin aty, disa madje bën një lloj paralelizmi dhe pesimist në sensin me protestën e teatrit pas përfundimit që ishte se si shkoi pra ajo protestë. Aspekti pesimist ishte që nuk ka më asgjë çka mund të bëhet këtu, edhe qytetarët po të reagojnë prapë, nuk do ketë asgjë përfundim. Dhe unë mendoj që pikërisht neve duke punuar me këto lloj dinamikash dhe me këto lloj formatesh, mund të ndërgjegjësojmë akoma më mirë edhe mund t'i zgjojmë qytetarët që në mos të bëjnë protesta, të paktën ta kuptojnë më mirë realitetin dhe ta vënë në mëtyshje sidomos propagandën rreth këtij modeli zhvillimi, sepse siç e përfundojmë në dokumentarin, aktualisht do përfundoj ky plan zhvillimi i Tiranës, pra Tirana 2030 do përfundoj, por do përfundoj pa një lloj analize, pa një lloj plani paralel se kush mund të jetë shpëtimi pra për realitetin që jemi aktualisht. Dhe mendoj që neve do vazhdojmë të kemi të njëjtën lloj qasje për ta bërë këtë gjë, pra për ta bërë qytetarin që ta kërkojë këtë shpëtim. Pra ne jetuam 10 vite në Tirana 2030, vlla kush është zgjedhja tani sepse ke nxjerr këto probleme 1, 2, 3. Kjo mendoj që. Unë mendoj që ka shumë informacion së fundmi dhe për shkak të mediave dhe kanaleve të ndryshme ku ne marrim informacion, ka mbi informacion, saqë shpesh herë ti edhe mbytesh në këtë lëmin e informacionit, edhe ndaj këto materiale që ne i bëjmë dhe i prezantojnë duke u takuar edhe me publikun, na japin këtë motivimin për ta vijuar punën tonë që ne e bëjmë në përditshmëri. Por nga ana tjetër, këto opinione, këto mendime që ne i kemi me njëri tjetrin në kafe, qytetarët i kanë po ashtu në grupime më të vogla, të kenë mundësi që ti elaborojnë dhe ti shtjellojnë në një hapësirë më të gjerë, sikurse kanë qenë rasti fundit këto komunitete, po themi që ne kemi ngritur për diskutuar për tematika të tjera. Kështu që kjo ishte një piknisje në kuptimin e transmetimit, duke qenë se puna jon ka qenë në vijshmëri, për të mos e ndaluar edhe për të krijuar po themi ishuj të vegjël, aq sa mundemi ne në aspektin e medias son po flas, diskutimi kritik, analitik se çfarë po ndodh në qytetin. Dhe unë mendoj që në këtë pikë është e rëndësishme që njerëzit të kenë hapësira, të kenë tematika për të folur për çfarë po ndodh në qytetin dhe a është ky qyteti që ne duam. Hapësira jon, platforma jon ka qenë gjithmonë e hapur, do vijoj të jetë e hapur patjetër, edhe shumë të hapur edhe për kritikat, sepse ne jo vetëm ne në arristin aspekt profesional se si raportojmë, por edhe i shërbejnë ambientit të medias edhe po ashtu ambientit kritik. Njeriu lidhet edhe me një vendim momental që duhet bëj, për shembull, mua shpesh ka thënë se ju të zyra merreni me ndërtime do plasi fluska ta marr. Ja apartament tani po ta marr me vore. Nuk kemi eksperienca gjë. Kam gati një vit që kam përfituar dhe kredinë buta që dhe thjesht i shikoj, nuk është se do marr nga një shtëpi, nuk e pretendoj më. Do thjesht po pres më mbaroj ai afati dhe them që e provova, nuk funksionoi. Unë do të shtoj vetëm një gjë për dokumentarin. Ne në këtë dokumentar kemi aq shumë material sa që ne mund të kishim bërë edhe 3 dokumentar të tjerë. Do të thënë, mund të kishim kap aspekte komplet të ndryshme të raportimit. Edhe fakti që në këtë dokumentar ne kemi pasqyruar vetëm këta, do të thotë që historitë atje në rrugë janë shumë herë më të mëdha dhe janë të larmishme, do të thoja që. Ka shumë për të kthyer. Dhe neve vetë për ditë mësojmë gjëra të reja në çfarë përjetojnë njerëzit dhe si e shikojnë njerëzit relacione sociale sot. Socializimi sot ka arritur, mendoj unë, në një moment që gjithë njerëzit ecin me kokën poshtë dhe nuk duan të dinë fare se kë kanë anash apo se çfarë rrethohen. Shumë faleminderit për gjithë kohën që shpenzuat për të na dëgjuar bisedën. Për ne është shumë e rëndësishme që ta shihni dokumentarin dhe të keni një koment apo një feedback tuaj personal, kështu që bëjmë një thirrje që gjithë njerëzit që nuk e kanë parë ta bëjnë subscribe linkun këtu poshtë dhe shihemi në episodin e radhës. Faleminderit. Ciao.